ishte burg i sistemit komunist. Po burgu i sistemit komunist ishte ruajtur një lloj edhe nuk ishte asnjë ndryshim nga burgu fashist. Domethënë, fashistët italian të njëjtën burg kishin aty kur erdhin që pushtuan Shqipërinë te 313-a, edhe aty kushtet ishin, domethënë, një katastrofë e vërtetë. Kur them katastrofë e vërtetë, njerëzit sot u vjen edhe, sidomos këta të rinjët, nuk e imagjinojnë dot, po brezi im e di jashtëzakonisht mirë, po sidomos ata që e kanë provuar, domethënë, atë burg. Qelit ishin një dritare e vogël lart, të nxirrnin për ajrim maksimumi 2 herë në ditë na 15 minuta, edhe pastaj do rrinje gjithë kohën aty i izoluar. Kishe vetëm një batanie, po në atë batanie që nga 1945-a edhe në vazhdimsi, kushdoj burgosur që vinte e shtronte atë poshtë në dysheme, se s'kishte asja stek, as tu, kjo batanie që i pislek i jashtëzakonshëm, dhe minjët sundonin, sepse poshtë saj ishte me drasa, domethënë ajo qelia, po poshtë saj, domethënë, të çmendnin minjët, edhe s'mbanje do të një ushqime një gjë, sepse pasaj duhet të ruanje veshët nga minjët që tanin veshët. Aq situatë dramatike ishte. Hekurat e burgut ishin nga ato të nazistëve, i keni parasysh ato hekurat, kështu që me vida, që i shtërngonin duart, dhe në një situatë të tillë erdhi ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i opozitës shqiptare bënte këtë jetë, që po u them unë juve, në burgun 313. Dhe kur ai erdhi në atë ambient, domethënë, të burgosurish lloje, për vrasje, për vjedhje, për krime të ndryshme, prostitucion e të tjera me radhë, në një situatë të tillë, domethënë, të burgosësh edhe liderin e opozitës dhe pastaja ai burgu mbush edhe me të tjerë, se aty thuaj se erdhi e gjithë ish byroja politike, e gjithë ish udhëheqja e kohës, Ramiz Alia po, se dhe ai u burgos aty në Xhmia Hoxha e tjerë, edhe ai u bë një burg, domethënë që kishte këta njerëzit më të pushtetshëm të Shqipërisë, i futi gjithë Saliu, domethënë në vitin 1993-95. Dhe të tërë njerëzit bënin çudi që një qytetar i Tiranës, rritur një familje intelektuale, baba i Fatos Nanos ish drejtori përgjithshëm i radio televizionit shqiptar, domethënë, nena e vet një intelektuale me zë, domethënë, që njihësh atëre, edhe në një situatë të tillë, domethënë, të shikosh që të vinë në një nivel të tillë, edhe ta marrësh edhe ta futësh në një ambient të tillë, kaq të zymt e kaq të rëndë sa s'ka ku të vijë më. Dhe ai jo vetëm që nuk tregoi qoftë edhe, domethënë, edhe në një moment të vetëm që të mos ishte optimist, që të mos ishte njëri gazmor, që të mos e merrte atë tragjedi ta kthente në komedi, me humor e me tjera. Dhe kënaqeshin të burgosurit edhe ata ordinerët me batutat e tij, kënaqeshin policët, megjithëse kishin marrë orientim që këtë ta mbanin të izoluar në maksimumin e vet, roje, domethënë vigjilente dhe na vrimaja saj të ruanin që të mos shkruante, të mos nxirrte letra nga burgu e tjera me radhë. Dhe aty letër që të shkruanje s'jepte njëri tek burgu. Stilo laps, as bësh fjalë, as për rezervë nuk bësh fjalë. Po gjithsesi ai ndërtoi marrëdhëniet e tilla edhe me të burgosurit, ai edhe në të tjerët, sa letër format A4 nuk ishim, por ai pinte duhani dhe në varakët, në një anë ish varaku, në anë tjetër ishte letër e bardhë, dhe kush e di sa letra, tëra orientimet që nxirrte për partinë, për udhëheqjen tjetër të saj që kishte lënë atje, orientime të ndryshme, se i duish vazhdimisht ta udhëhiqte partinë, mendime për gazetën Zëri i Popullit e tjera, ai në këto letrat me varak i shkruante dhe në mënyrë ilegale i nxirrte në burgu, ju sa në atë burg Ramiz Alia
Ishit njëkohësisht të gjithë në atë burg? Po, të 313. Fliste Fatosnano me Ramiz Alin? Kishte rastisur në njërë të bënin bisedë, ose ke qëndet Po, ti ke rastisur? Patjetër që flistin. E para njerë kur dilim në Liri Dalje, ose kur dilim që merrim ushqimin, se ushqimin merresh te koridori atje, ose kur dilje për të shkuar në tualet, se një tualet ishte për gjithë burgun, gjithë kati, kishte vetëm një tualet. Vetëm një. Atje, po do vije me orar, atje, dhe ishte problemi më i madh ishte tualeti. Do më thënë atje, se kishe me orar, edhe të t'jepte leje, do më thënë, gardiani burgut, që të shonte njëherë, do më thënë, atje jashtë radhe në tualetë, duhet ta zi një mik nga më të ngushtit, e duhet, do më thënë, që ta mba një mik për gjithë jetën. E till ishte, do më thënë, gjendja, edhe gjatë asaj kohe, ne komunikonim tek qelia e njëri tjetrit, atje tek dritarja, do më thënë, edhe komunikonin, edhe i ka komunikuar edhe me Ramiz Alin e tjera. Unë e kam thënë diku për të treguar se qa niveli, do më thënë, ishte në humor, edhe me qfar sportiviteti e mori burgun e Berishës, burgun fashist Berishës, si e përballoi Fatosnano, e kam treguar dhe me një histori kështu atje që ishte, do të thënë, origjinale kjo, e tregoj në ligjërat të drejtë, siç ka ndodhur, do të thënë atje. Ishte një burgosur në burgun 313 që quhesh Sal. Sali thoshin atij të gjithë. Ishte dënuar Sala 13 herë. Do më thënë, kishte hyrë e dalë në burg 13 herë. Edhe gjatë kohës që ishim ne, doli nga burgu ai, se e kishë mbushur dënimin, edhe së ndenja 20 ditë, pas 20 ditë herë di prapë. Se bëri prapë një gjetë tjetër për të 14 herë aty në burg. Edhe ky Sala një ditë i vete Ramizit tek Ramiz Alis, tek dera e qelis atje, i trokete dera tek ajo porta e vogël atje që hapet, shikon ai çfarë po bën gardiani, domethënë, atje që të vështron gjatë gjithë ditës. Edhe atje Sala se bende rolin e pastrusit, pastronte korridorin ky Sala aty në burg, edhe i thot o Ramiz, i tha Ramizi. Jo, tha, unë kam dëgjuar tha që ti je shumë i mençur, tha. Edhe thonë tha që burr më të mençur në Shqipëri se Ramiz Alia nuk ka. Këto gjëra i thosh Sala, e kuptoni juve, Sala i burgosur. Edhe tha Ramizi, çake, edhe kam një pyetje, tha, ose më mirë të më japësh tha një mend, tha. Na ty e dua këtë mendje, tha. Hej, tha Ramizi. I tha, unë quhem Sal, tha. Me shëmbushur mendje, tha, duhet ta ndroj emrin, tha. Si bën ndrimi i emrit, ta heqë emrin Sal, tha. Nuk e mbaj dot. Ramizi një sekondë, domethënë kështu ai tha, "Jo, tha, po të më dëgjosh mua, tha, mbaj emrin, tha. Mbaj, nuk e ke keq, tha, mbaj, tha. Sepse do ta ndroj ai që mendon ti, tha, për pak kohë emrin, tha, edhe ti e ke në rregull, tha, pastaj emrin. Kështu që po të më dëgjosh mua, mbaj, tha, se do ta ndroj ai që mendon ti, tha." Edhe ky është Sala qeshi se ju duk bukur, domethënë, përgjigja. Edhe vete tek qelia e Fatosnanos, që ishte por në të njëjtin kat, edhe atje tak hap dritaren Fatosi, "Ç'ke mor Sali, tha, ha? Fol, tha, se ke emër nga më të bukur ti, tha, Fatosnano." I tha, "Dgjoj, tha, o shoku Fatos, tha. Kisha dëgjuar tha që Ramiz Alia jash i mençur, tha, po vallë e provova vetë." Pse i tha, çfarë, si e provove? Po i thash, tha, e kam emrin Sal, e duhet ta ndroj. Si bëhet? Dhe ai më tha që mbaje, se do ta ndroj ai që mendon ti. Fatosi qeshi dhe i thot, "O Sal, tha, Ramizi dha për të dhënë mend tjerëve, tha, esh asta, njëshesh, tha. Po kur erdhi puna, tha, ti jepte mend vetes ti, tha, në cërrakun tim i dha, tha, erdhi në burg, tha, këtu bashkë me ty e me mua, tha." Jo? Edhe e kam fjalën, domethënë, në një situatë aq të zymt, aq të trishtë, të tjera, Fatosnano ishte një njeri i të tilla gjërave, domethënë që i kalonte